Vllaznia kualifikohet në kupë me golin e Elman Doxhinit, Urim Doxhini. Shumë faleminderit, një neshje shumë e vështirë, po Gradici meriton komplimentet e veta, po ne ndërguam në fund se jena ekipi më i mirë. Çfarë ndodhi që u vunua kaq shumë goli dhe pse ishte e përsia e dukshme në lojë? Ja, nuk ka puna si unë vunu, po të dy ekipet kanë dërguar dëshirë dhe grind të lojë dhe besoj fati na ndihmoi neve. Vllaznia u kualifikuar, por Gradeci rrezikoi seriozisht në 2-3 momente. Por edhe me vepër. Futbolli është për atë punë, po besoj që e kena merituar ne me fitu. Ky kualifikim tregon se Vllaznia ka oreks për trofeun e kupës? Ne kena oreks gjithmonë, gjithmonë kur luajmë këtu, sidomos Shkodër, kena oreks gjithmonë me luajt. Në bërë zakon, dedikimi për golin, dhe sot ja vlen një gol kualifikues për Zinën. Dedikim Shkodrës, krejt Shkodrës. Elman do të marrë ndeshje shumë e rëndësishme besoj ndaj Shkodrës kampion në kusht kampionatit. Besoj që do të ketë vlerësimi maksimal nga Vllaznia. Po normal, është një ndeshje shumë e vështirë dhe na tu përgatit shumë mirë për këtë lojë dhe besojmë edhe shpresojmë që do t'ja dalim në këtë ndeshje. Është një tip finale parakoshme, kështu po thuhet në opinion. Mendoni që ndikon rezultati i kësaj ndeshje për vërtetësinë? T'jep konfidencë normal, po ne jena profesionista, ne e dim ç'a bëjmë, veç të bëjmë punën tonë. Kemi një fazë përgatitore, sa ka ndikuar për Gjinin në aspektin personal, fizik apo diçka tjetër? Kemi kanë gjithë grupi bashkë, kemi nejtë bashkë edhe besoj që kena grup ma grup. Edhe besoj që na ka ndihmuar edhe ma shumë lojë me gjithë një tjetrin. Publiku pret fitore të mërkurën ndaj Ignatios për të konvencuar edhe të barazim që nuk i merituar në fund. Ata të presin fitore, po ne bëjmë punën tonë, tash bëhet ç'a të bëhet. Futbolli është. Suksese. Faleminderit.